dhe obligim i secilit musliman të moshrritur, të mençur, të pasur, e ka në bërë që në jetën e vet i herë mi krye haxhin. Për plakun edhe për femrën, haxhi është luftë, është xhihad. Nuk ka formulë të rahatis këtë dynja, por ata Zoti ka kriju se kur kish pas këtu rahati, s'kish më shkuar në xhenet. Ëndrat janë prej Allahut xhaleshanehu, janë prej shejtanit mallkuam, po janë edhe njeriu që ka ditën, domethënë bisedon edhe debaton me dikona diçka kështu. Ëndrat të dërguarve të Allahut xhaleshanehu xhelaluhu kanë qenë edhe inspirim. Ne që thirrim këtë kurban, pra imitojmë Ibrahimin a.s. Nuk ka dyshim që në secilën kime të kurbanit ka sevap. Tek Allahu nuk shko mishi, nuk shko lkura, po ku shkon njeti, shko qëllimi. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu akbar. Selam aleikum të dashur, mirë se po takohemi sërish me emision Divanin për Kosovë. Sot kemi kënaqësinë të kemi një intervistë apo një bashk bisedim me hoxhën tonë dhe tuajin të mirënjohur Mulla Jaha, që shnihet në qytetin e Prishtinës, apo ndryshe Jaher Efendi Beqiri. Me Mulla Jahën do të bashk bisedojmë për festën e madhe të besimtarëve musliman, për festën e Kurban Bayramit. Çka presim për kësaj feste? Ka rrjedh kjo festë? Si është festu të na kjo festë? Apo festohet ende festa e Kurban Bayramit sipas traditës tonë, apo ka ndryshuar? Çka të bëjmë si ta festojmë festën e Kurban Bayramit? E të tjera do të marrim këshilla nga hoxha jon i nderuar Mulla Jaha këtu në Prishtinë. Mos u ndani nga kanali i RTI-s. Mulla Jaha, edhe herë, selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Faleminderit që ndave për kohës tonë të çmueshme të bashkë bisedojmë pak për dëgjuesit dhe teleshikuesit e RTI-s. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi gjithmonë me bisedu me ju me RTI-n. Mulla Jaha, ana fol pak. Kështu për fillim një pyetje e përgjithshme. Çka ne kuptojmë me festën e Kurban Bayramit? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun xhaleshanehu që është krijues shpeks, formdhënës së çdo krijese, përshëndetje më të sinqerta për njeriu më të dashur, më të zgjedhur, të gjitha kohrave që ka pas shikalla që do të ketë njerëzimi, e ai është Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam. Po gjithmonë pas dy shtyllave kryesore të quaj, që janë 5, sikur që është edhe Ramazani, por edhe haxhi, normal që në fund ka festë madhe. Nuk ka punë më e madhe se sa të agjërosh. Dhe për ata që është vështirë, nuk mund të agjërosh gjithkusht Ramazanin, se do me pas bindje, do me pas etikat, me pas motiv, me ditë pse po agjëra, me ditë çfarë shpërblimi të pret. E vetëm të tillët që Zoti xhaleshanehu i ka udhëzuar, i ka begatuar me të mirat e veta, ata mund ja dalin. Se shumë kush e nis, mirë po, mi përfundue, janë të pakt që e përfundoj. Kur them të pakt, edhe pse ka me qindra miliona në për rrugën të kësor që mbajnë agjërimin, mirë po, krahas numrit të madh që është mbi 1 miliard e 700 milion musliman, pra të pak janë ata të cilët e marrin. Kur përfundohet, pra me sukses, ky muaj i madhreshëm, muslimanët festojnë Fitr Bayramin. Gjithashtu, haxhi është një prej shtyllave të islamit që faktikisht detyrë dhe obligim i secilit musliman të moshrritur, të mençur, të pasur, e ka në bërë që në jetën e vet i herë mi krye haxhin. Dhe haxhi e ka atë mundësi, e ka atë privilegj që pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë, ai i cili e kryen haxhin pa me mall halal dhe atje nuk konfliktohet me kërkan, për ka shkuar vetëm se të bëj ibadet, kthehet tek shtëpia e tij i pa asnjë mëkat, sikur a ditë që e ka lind e ama apo nona e vet. Prandaj haxhi e ka këtë mundësi që edhe gjunohet e mëdha
që konsiderohen në islam, haxhi i çlyen apo i fshin. Pse? Sepse është vështirë, është mund i madh. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë për plakun edhe për femrën, haxhi është luftë, është xhihad. Prandaj shumë kush edhe nisë dhe nuk e din ku shkojnë, se kallabllaku i madh, numri i madh, miliona njerëz, veni është i ngushtë, qapi është 4x4. Të gjithë duhet të kryejnë ato detyrat njëjtin vend. Fal autoriteteve saudiane që kanë tradit prej kohës pejgamberit alayhi salatu wasalam, sepse edhe shtetet më të fuqishme që ekzistojnë në botë kishin me ra pej provimit, sikur të kishin pas mundësinë ata me organizu. Po fal Zotit, fal edhe përvojës që kanë, edhe elhamdulillah e kryin haxhin. Prandaj nuk ka më madhështi se sa ta përfundosh haxhin, dhe kur përfundohet haxhi, pra besimtarët e festojnë Kurban Bajramin që njihet edhe tek ne. Pse lidhet kjo edhe me Kurban? Kjo është histori e lashtë, mirë po ndërlidhet edhe me Ibrahimin alayhi salam, ku Zoti xhaleshanuhu e begatoi me shumë të mira, e boni të dërguar, ku ka punë më e madhe se sa me të përzgjedhë Zoti xhaleshanuhu xhelaluhu. Mirë po, kjo dynja, sikur që thot pejgamberi jon alayhi salatu wasalam, për të gjitha kohrat vlen, thot la rahat fi dunya. S'ka rahatin këtë dynja, më në hall ku ashtu e kështu e këtë është. Nuk ka formulë të rahatis këtë dynja, por ata Zoti ka kriju se sikur të kish pas këtu rahati, s'kish më shkuar në xhenet. Po këtu s'ka rahati. E Ibrahimi alayhi salam, te i mase i pasur, po fëmijë, shumë i përmallum, për mi pasi fëmijë, Allahu xhaleshanuhu xhelaluhu e lutte panda, o Zot begatom, o Zot falmani fëmijë, o Zot nëse ma fal, u bëj kurban. Edhe pasi që vetë tha, Allahu xhaleshanuhu xhelaluhu e begatoi. Mirë po pas lindjes, njëherë, po onrat janë prej Allahu xhaleshanuhu, janë prej shejtanit mallkuam, po janë edhe njeriu që ka ditën, domethënë bisedon edhe debaton me dikona diçka kështu. E kështu që onrat të dërguarve të Allahu xhaleshanuhu xhelaluhu kanë qenë edhe inspirim. Edhe Ibrahimi alayhis salam herën e parë, po kom thon, po kur dytën herë prap, atëherë shkoi mendja dhe u bën dikun 80%. Po prap tretën herë, Ibrahimi alayhis salam tha, po Allahi, o Zoti jam. Ma ke dhon, e jam shumë i kënaqur edhe për ty e bëj kurban. E Allahu xhaleshanuhu kur e pa pra njetin se është histori e gjatë, që na merr ndoshta me orë, ndoshta edhe me ditë, po në domethënë shumë shkurt po e tham, kur e pa njetin e qëllimin e Ibrahimit alayhis salam, ai gjitha përgatitjet i bëri para se mi therr djalin. I tha gruas veshe, që edhe kjo shembull vi bëj tek ne, nifët kurbani do të me kon i pastër, do të me kon i mirë. Pasi të met, e veshi, e pastroj, se tha ku më shkon zjafet, se i dhim këshoqja. E kur e qaj në pëllë në mal, tha o djalja, shumë baba të danë, po Zoti bre djalja jam më ka urdhnuar, kurban me të vonë. E Ismaili alayhis salam, që është si fëmijë, tha baba jam. Emrin e Zotit qohën vend, se une insha Allah, ndesht Allahi, une do t'jam prej durimtarve dhe s'ki më mani zonin heq. Që emrin e Zotit në vend. E shejtani e ngacmante nonën e Ismailit alayhis salam. E ajo edhe e ka gjuhë, ka thonë, largohë dushman, largohë shejtan, në pas të ba Allahi emrin, lit e pret kurban. Edhe faktikisht, pra, e shtreu, ja lidhi syt, edhe e nëzërthikën, edhe me të shpejt edhe kishmëri shumë, bismillah, Allahu akbar. Po se pret, pse Gjibrili alayhis salam me lachet jenë të padukshme. Se lënte me ira thikan fët Ismailit alayhis salam. Një herë, dytën herë, tretën herë, subhanallahu, merakas shumë,
edhe djali po frigohet tash. Për jamërmenja Ibrahimit a.s. ashtu, i ra gurit, pa aq e prethika sa që u nda 2 sapsh guri. E Allahu Gjeleshanahu me Gjibrilin a.s. ja dha një dash edhe ja lësha i tha, u krye. E kryeve ata që ka ke faktikisht ke vetë, do më thonë, ke thonë që dhe ta pres kurban, u pa imani jëtë, u pa bindja jote, dhe vullneti jëtë që jenë gjendje gjithë shka për hidrë Zotit, për Allahun Gjeleshanahu me bo, edhe tha merë këtë dashë bënë kurban. Prandaj, ne që e therëm këtë kurban, pra e mitojmë Ibrahimin a.s. Nuk ka dyshim që në secilën kime të kurbanit ka sevap. Tek Allahu nuk shko mishi, nuk shko lkura, po ku shkan njeti, shko qëllimi. E kështu që është akt madhështor dhe na rikujton ngjarjen e Ibrahimit a.s. Therja e kurbanit që e kemi obligim për këtë bajram dhe gjitha bajramet, kurban bajramet, muslimanët me i prej. Allah ndërëft. Falë që Dorina, çka mësojmë ne për i kësaj ngjarje, kur përmend historinë e Ibrahimit a.s. dhe Ismailit a.s. Allah nuk e la me prej djalin e vet për kurban, por ja çon një dash. E thatë këto kështu. Një urtësi që na mujmë nxjerr për kësajna? Po, ku po të shembull më të madh se sa të dërguarit e Zotit, ata për neve janë mësuesat e njerëzimit. Prandaj Zoti Gjeleshanahu është tepër i mëshirshëm, po na sprovon jetën e kësaj dynjaje në mënyrë që ne në ahiret të kemi vende sa më të lakmueshme në xhenetet e larta. Do ta dinë besimtari që edhe fëmia, edhe malli, edhe gjithçka janë prej Allahut Azza wa Jall. Allahu gjithçka thot bukur edhe e thot sakt. Thot lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, krejt çka ka në qiell, edhe krejt çka ka në tokë, Zoti thot janë të mijat. E tash, në tokë edhe mes tokës dhe qiellit, gjithçka ka. Po njeriu është vetëm pronar i përkohshëm i qasaj çka është, për shembull shtëpinë e vet, e tokën e vet, lokalin e vet, mirë po, na qesin pasha Zotin edhe këtu në trup që i keme në gisht, ta dikush përcedon në naza, edhe këto kanë më na i hik. E ku keme shkue? Keme shkue një vend që është shumë më i mirë se sa që jem këtu. Kjo histori e të Ibrahim a.s. A ka të bëjë që të ndalet gjakderdhja mes njerëzve? Një mësim për tyne? Po gjithsesi, të dërguarit e Zotit dhe mesazhet e Zotit janë ku po do më shumë se sa fjala e Allahut Azza wa Jall. Një njeri që e shpëton një njeri është sikur me shpëtue mbar njerëzimin. Po një njeri që e myt një njeri është sikur me myt pa hak, pa të drejtë, sikur me myt mbar njerëzimin. Të dërguarit e Allahut kanë qenë shumë njerëz të mëshirshëm. Na kanë mësuar për mëshirën, me pas mëshirë edhe me pas dashuri dhe harmoni mes njëri tjetrit. Pa dallim, domethënë mes kombeve, sepse këto ngjyrat e njerëzve, Zoti Gjeleshanahu shumë bukur thotë në Kur'an, ne ju kemi krijuar për një mashkull e një femne, për Ademit e për Havës, se ju kemi ndarë fisën popuj, li ta'arefu, që të njiheni. Mirë po, më i miri te Zoti Gjeleshanahu kush është? Është ai që është takva. E fjala takva, pra një njeri që është i devotshëm. Devotshmëri nuk kupton vetëm mu falja, vetëm me agjërue, po e tërë fejen do të mi praktikue. Sepse sikur ato pjesë të kerrit që njëra pa tjetrën nuk ban, edhe feja nuk ban. Diçka po marrë, diçka s'po marrë, diçka po praktikoj, diçka tjetër s'po praktikoj. Nuk ka rezultat. Mund t'jetë një rezultat 500, mirë po me 500, 95% ku po jesin. Po që ndërum, ka në interesant dhe është interesant për gjeneratën e re. Qësh është festu Bajrami, kër ju keni shërby edhe shumë vite para lufte.
Apo ka shumë dallim manifestimi i bajramave tash me kohënat para 20 apo 30 viteve? Po, alhamdulillah, edhe tash festohet. Mirë po, atëherë ka qenë edhe hala ma bukur. Pse? Sepse 95% apo ndoshta edhe 97% janë konë të gjithë familja janë konë në shtëpi. Ka pas pak njerëz që kanë qenë jashtë. Po edhe ata që kanë qenë jashtë kanë bo qmos më ardhë të nona, më ardhë të baba. Ata që konë gërbet e Ata që konë gërbet, edhe ka qenë në një farë mënyrë 2 herë bajram. A ka punë më madhështore, se sa njëri më ardhë dhe mi gëzu se ka po 5 muje, 6 muje, po e mi ledhatu nonën e vetë, e babën e vetë, e vlëzrit e vetë, e motrave, e farefisin e vetë. Ndërsa, kohët e funit, është një qërëditje tepër e madhe, ka shtëpi, dhe njerë që i thonë veti besimtarë të fesë islame, ditën e bajramit përshkaj në deti. Pushime. Pushem. E kjo është... Ashtë në vend kjo, ka vend. Jo, kjo s'ka vend heq. Heq s'ka vend. Sepse bajram ka 3 ditë. Faktikisht tek bire të erit 4 ditën këtë bajram, merën pas dhe namazit, prandaj do të me shku të motra, apo të motrat, me shku të dajt, me shku të kushërit, me shku të meqt, me shku të dhanur, me shku të akrabaja, ato që kemi ma të vjetërën në familjet tona. Pse duhet mi bo vizit këtyne që për i përmenë? Sepse është porosi e pejgamberit a.s. Edhe është sevap, nuk ka dyshim. Pejgamberi a.s. ka thonë, sa hap që qëtë njeriu që del pe i shtëpisë vetë, me qëllim, më shku me vizitu, një tafrëm apo një shok, Allahu Gjeleshanu ja regjistron nga një sevap. Po tash hajtës përshkoj me hapa, po përshkoj me vetur, po sa herë sjellët goma, rrota. Dhe më thonë, ki ka një sevap. Edhe qka? Forcohen lidhjet familjare, lidhjet vllazërore, lidhjet fetare. E tash, kur ti e pret dikan, edhe ai ka qef mi prit dikan. Po që edhe shtohet edhe dashnia mi po vizit një tjetër? Gjithsesi. E kjo, do me thonë, është një ndryshim që atëherë edhe kam, edhe me shtazë, flas me kuaje, me kije dikush s'ka pas me, jenë quë, jenë shkue, ndështë me orë të tëra, të shkoj të daja, apo të shkoj të kushërini, apo të shkoj të miku, apo të shkoj të dosti i babës. Kam një gjematli këtu një Haxhi Raifin, edhe kam memorizu këtu në kokën time, 43 vjetori i vdekjes së shokut. Edhe që 43 vite, djali i ti i të bën, me rastin e vdekjes babaj i ti, i të bën shoqnin e babës. Mund ka orë të mirë, dhe faktikisht duhet të tjere të marrin shembull, e jo vdeq baba me rastin e përfundimit të pamës, mo shok të babës as që i përshëndet, e kjo nuk është në rregull. Sepse shpirti i babës gëzohet shumë e janë nderu shokët. Kur përmene babën, hoxhin nderuar, mas faljes së namaz bajramit, tek disa xhami ose disa fshatra, vende, i bojnë vizit varrezave. A është kjo një tradit e popullit tonë, a ka të bëj me traditën e islame? Është sunet me i vizitu vorrët, por nuk është sunet ditën e bajramit. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka mësue, i marr njëri gruan, sikur që dalën për shembull në për pikniqe, dikush ka kohë me dalë, po dalën piknik. Është sunet që faktikisht mungon kjo tradit e pejgamberit alayhi salam në vendet tona. Mi marr njëri shoqër, mi marr fëmin, edhe me shkue të vorrezat. Të vorri babës, të vorri nonës. Me të pa fëmija, i ngrit dorët, jak në një sure. Në paq kokën e Jasinin, pas pa të kokën e Alhamin. Wallahi, e njën i vdekuri, edhe wallahi gëzohet shumë.
sepse ata nuk kanë më mundësi me bo sevape. Po, këto që ka kënohen prej tyre, ja u rrisin gradën edhe deregjën në xhenet. E kum pa atje shkone për librat e vjetra, thot, se jetun thevap ke mithli gjibal, do të vinë sevape ditën e gjykimit sikur kotra se Zoti i shumë fishon. Sikur që i shumë fishon, shembull për bëj farën e bujkut, i që 350 kg për i merë 4.000. Edhe Allahu xhaleshanuhu për një namaz na jep 10, edhe për kështu çdo vepër, e tash ditën e gjykimit thot, kur matën gjitha sevapet, thot ja Rabbi, për këto vepra s'janë të mijat, thot janë djelve tu, janë të vajzave tua. Djemt e vajzat e kanë për detyrë më ju kënue prindërit vetë. Kur tha më ju kënue, Allahu xhaleshanuhu po harrojnë shumë hoxhallarë. Hoxh është po harra. Çka po harra hoxh? As thot Zoti xhaleshanuhu në Kur'an ka falëm mrena namazit, Rabbena atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbena ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Zoti ynë, ana të mira në këtë botë, e mos na kurse pe të mira të ahiretit, se këto janë sikur bryma para diellit, e shkurtë kjo botë, shumë e shkurtë. Shumë e shkurtë. Rabbena ighfir li, Zoti jam falë mua, walil walidain, edhe mi falë babena. E thash dikush thot, jo, nuk e shka, e pse pra Zoti xhaleshanuhu ka bo obligative, ka të falem këtë miknua? E pse pe shka, tani anën tjetër, a vdek Ibrahimi a.s. Po, a vdek Muhamedi a.s. Po, apo thom, Allahumme salli ala Muhammedi wa ala ali Muhammed, kama salajta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidu Majid. Wa barik ala Muhammedi wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidu Majid. Shpirti është i pavdekshëm. Wallahi sevapet ju shkojnë. Edhe wallahi zdritët vorri i prindit për i veprave të bukura të vladve që i bojnë kënë këtë dynje. Veç edhe në ngrysët apo nëzihët, fetyra e ti kur e lënë i e vlad të keqë. Pse? Sikur që thot populli, ka diko shemull për i bëj, vend që me thonë Zoti boft rahme shpirt, babës tanë për djale, apo jashavu, Zoti na ruaj që nuk lejohet në fenë islame sharja, mirë po ka ta t'il që për i punëve në veritshme, që i bën ai person, edhe flet keq. Kështu që, përpos kësaj, edhe një prej shtyllave të islamit lejohet në fenë islame, pse kanë vdek prindit me jau kënua e vlad, me jau krye, për shembull haxhi. E kem hadithin e pejgamberit a.s. ku thot, ajo femna ka hunë, ja Rasulullah, nona jam e pat ndërmen më shku në haxh, po vdeq, çka me bo? Tha shka krye për ta. Po tjetri ka hunë, ja Rasulullah, baba s'po mundet më më najtë në shal. E shal, të më hunë, nëse kohë, s'ka pas vjetë motorike. Po deve, kali, mushk, gëmare tira, ka thonë, nësi është i smur, shka kryeti për ta. E kështu që, dhe më hunë, se vapet rridhin, a i që e le vladin e mirë, në rrugë Zotit xhaleshanuhu, e lutët, e këna për ta, prandaj, vizita e vorrezave është synet, sepse njeriu kur shkon të vorrët, i sheh gjitha ta gurë, edhe e prej kryet, edhe thët, po këtu ka personalitete, po këtu ka njerëz të jetës politike, po ka njerëz shembull të bëj biznesmen, po ka të bukura, lullet rinis kanë vdek, po dhe nësë kam ka shkoj, po dhe në që kom ardhë, edhe nalit pak e mendon, edhe afrohet. Kisha me apelue që, pse mës me i marrë shembull, të bëj familjen e me shkue në Vorreza, nga një herë shembull. Jo bash ditën e Bajramit, se edhe prej shpive ju shkon. Na prej këtu hit bijem salavat me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Mirë po është madhështore nëse ki mundësi të apët rasti, shkan atë, të kryet, sikur që e kanë rastin haxhit, domthon aq më mirë. Mirë po, edhe prej shpije, edhe prej rrugës, edhe kudo që t'jesh, domthon sevapet ju shkojnë edhe selamet ja u përcillen me laç. Po qëndrom. Ne përmana në fillim historikun e Kurban Bajramit, ne përmana historinë e Ibrahimit alayhis salam,
Tashmë që ne po gjyrojmë, emisioni do të transmetohet, inshallah, ditën e hanë në orën 20, vetë se kur na përsillen dëgjuesit të rishikuesit, besoj që ata edhe kanë kry kurbanat. Po ana fol pak për kurbanin. Një diçka po na jetë kështu, po thëmë therja e kurbanit. Kur po flasin hoxhallarët, po na thonë duhet me prej kurbanin, jo me therë kurbanin. Ndërsa në literatura po e gjejmë therja e kurbanit. A kemi kuptuar na gabimisht, a ka mundësi të lutem një sqarim që të më na bë? Therja është ndaluar me shariatin islam, por duhet të prehet. Kurbani duhet të kthehet nga kibla. Kur thëmë kthehet nga kibla, domethënë koka duhet jetë prej perëndimit të diellit e kurbanit. Duhet me pas kulturë dhe dro besimtarin gjithmonë mjeti me konë sa ma i preht, mirëxua aq ma lehtë, po edhe pse me ndan dikush që ato nuk din shtazët, e ka gabim. Mirë, po na nuk e dim gjuhën e tyne. Pra duhet të mbulohet thika, jo të tregohet. Edhe Bismillah, Allahu Akbar, prehet. Domethënë këputet ky laringthi dhe dy damarët që i bien edhe e çojnë gjakun në zemër. Nuk lejohet në asnjë mënyrë që të dëmtohen unazat, që të paralizohet, se kur paralizohet, faktikisht ai nuk mundet me çpurth. Kur nuk mundet me lëviz apo me çpurth që thot populli jon, pra ai nuk mundet me qit gjakun krejt që e ka në trup. Sepse me lëvizje e pompa gjakun apo? Gjaku del. Edhe thash, ai mish që posedon gjak nuk është i shëndetshëm. Po kur derdhet gjaku i tëri, domethënë ai gjak është, ai mish është i pastër edhe është halal. Sepse qysh, para 1446 vjetë, pejgamberi alayhis salam ka thonë, e ka ndaluar pirjen e gjakut dhe s'ka sa në Gjipëri të më shpejt se sa gjaku. Prandaj duhet me pas kujdes. U apeloj vllazëve tonë, motrave tonë, ata që presin kurban, në asnjë mënyrë, as kurbani, po as pastërma, nuk lejohet me pistolet apo me çekiç. Sa në momentin që i bihet, shembull i çekiç, ajo paralizohet në atë vend dhe tani bëj çka dushën do. Ajo kur paralizohet edhe herë pi përsëris, domethënë gjaku nuk ka mundësi mu derdh ashtu siç kërkohet nga dispozitat e prerjes së kurbanit. Ato pjesë, edhe të brendshmet, por edhe komtet të tjerat, nuk janë për me i lanë rrugëve, po duhet me i gropos. Pse me i gropos? Ato me i gropos, sepse faktikisht vetë fjala kurban, karebe, jo kribu, kurbanin është diçka që t'afrohet tek Zoti xheleshane hu xhele xhelani. Ti tash, me ato që dëshiron, mu afrohet tek Allahu azza wa xhel, pra me prerjen apo therrjen e kurbanit që po quhet me këtë gjuhën, therrje është diçka tek ne ndryshe, prerje ndryshe, unë po them mi prej është më mirë, unë ashtu kuptoj, pra nuk duhet i bezdisim të tjerët me diçka që faktikisht është obligative në shariatin e fesë islame. Qitet lëkura vend pa vend. Më herët, Bashkia Islame e Kosovës si ka të bu lëkurat e kurbanave, se lëkura e kurbanit nuk bë mushit, ase gjave timta, ase trash. Ai që i merr apo i faktikisht i përdor parat e lëkurës së kurbanit, s'ka kurban. E që më bo me to? Ato do të me lënë vakaf. Mi fali këni fjallë. Vakaf do të me lënë. Vakaf do më është Bashkia Islame. Për të mirën e nxënësave, për të mirën e studentave, e jo shembull të bëj në një farkohe, kanë ardhur nuk kanë ditë. E Shehërlit e ka ble prej delën apo dashën apo edhen e ka ble prej katunarit, lëkura ja ka pagu krejt kurbanin edhe i ka met mish i fal. Mirë po në vendin tonë,
Nuk kemi në industri të zhvillume, nuk kemi fabrikë për punimin e likurës, edhe faktikisht duhet me i quë këta që merren me to në tjera shtete, çka po di, nuk është interesi tyne për gjatë timta, mirë po gabojnë shumë rane dhe bojnë gjëna shumë të madhe ata që ven e pa ven, e rrugëve, e mbeturinave, e i bezdisin të tjerët, edhe sikur që është koha tash që është vap, është nxehtë, mizat e krymat e tjera, do më thonë, është ajo punë jo hijeshme, po edhe gjënahi madh. Prandaj, ato kush ka shtëpi, shka barë, jetojnë për fshatra, duhet të gruposet e jo të lozin qetë me to, edhe gjallësa tjera. Hoxha nderuar, a ndalen pak këto të ndarja e mishit kurbanit? Të ndahet në 3 vena, në 5 vena, në 7 vena, na shpjegon pak që të ndalen, pse ka me të ndarja, edhe si duhet mu nda mishi kurbanit? Po para se me orë të ndarja e mishit kurbanit, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, nuk ka punë më madhështore se sa ta falsh namazin e Bajramit edhe me një herë të shkosh ta thersh kurbanin, ta prish. E tash, pse mi prej kaq herët? Për shkakun se ato familje që janë nevojtare, me pas, me çka, mi bo drekën. Cilën e Bajramit. Mi po cilën e Bajramit. Normal, ka jetima, ka skamnor, ka njerëz që janë të më shumë, nuk kanë fëmijë, e tjerë, që presin dorën e epërme, kush po ju ndihma. Prandaj, pejgamberi alayhi salam çush na ka mësuar në 3 pjesë, kur thon 3 pjesë, nuk nënkupton që 3 vetëve. Po një pjesë i ndohet familjes. Një pjesë farefisit, që me ato faktikisht i forcon halal lidhjet familjare. Po edhe një pjesë, pra me mendu sikur që i përmena kategorinë që janë jetimat, që janë skamnort, nuk ka kush, as nuk ka lagje, as nuk ka fshat, as nuk ka qytet që nuk i ka të pasurit e vetë, edhe skamnort e vetë. E tash secili në atë familjen e vetë, pa pas në jetë pasën e në jetë varfën nuk bëhen, secili e ka për detyrë mas pari ata të vetë që ka i ka të varfën, me ja ngjit dorën. E tash sa, do më thonë, i qetë një kurbanën atë nuk ka mundësi se marrët prej ushqyeshmërisë, qysh e ka ushqy, qysh e ka majt, çka po di shembull i bëj. Tek gjoja e emta, pra është kështu. Të gjoja e trasha duhet mi pas qëllimin të gjithë të shtatit, njetin e sinqert, sepse një prej tyre mi pas njetin, me thonë të marrë për meshe, jo për kurban, nuk u pranohet të tjerëve. Prandaj duhet me konë të gjithë të sinqert, me qëllim, kurban për Allahun xhaleshanehu, në i pjesë, shembull për bajanalin për vetit të tjerët, mjaft që ke farefisit, kojshive aty, kanë shembull për bëj që janë të varfër. Allah nderoft, hoxha nderuar. Përmene këto dhe historikun e Kurban Bajramit, disa këshilla që duhet na t'i marrim për Kurban Bajram, po pas Kurban Bajramit. Ju përmenet për Kurban Bajram që t'jemi të afërm, të bëjmë vizita, t'i japim mish kurban njëri tjetrit për sevape dhe për dashni. Po pas ditës së fundit e Kurban Bajramit, si duhet jetojmë? Çka me vepru muslimani mas ditës e Kurban Bajramit? Ata këshyrim secili punën tonë, mos i interesojnë punën tjetrin, apo çfarë veprojmë? Një këshill pak për hoxha. Është vajib, këto nuk e ceka, po edhe ti s'ma bone pyetjen, është vajib, do të thotë që është urdhër i Zotit xhaleshanehu, se vajibi edhe farzi janë 2 ato urdhrat Allahut xhaleshanehu prej natës Bajramit. Do mund duke filluar nga dita e nesërme, mas namazit të sabahut, e deri të 4 ditë, një kindi është vajib me i marrë tekbiret. Më fal, a ka mundësi me na i thonë tekbiret qysh janë? Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi
Walillahil hamd. Pra, u falëm me xhamat, edhe pa xhamat, edhe burrat, edhe gratë, pra dy gjinit, si u falë me imam, si pa imam, është vajxhib deri të 4 ditë, një kindi me i knue këto tekbire. Pas farzit. Pas namazit farze. A ka një kuptim, një histori, pse duhet një bo këto vetëm për Kurban Bayram? Dashi pe i gjenetit thët vinte me tekbir. Allahu Gjeleshanu, pse u gëzua shumë në sinceritetin, në veprën e Ibrahimit a.s. që ka desht, që ka s'ka kush mundësi, për shembull, shiqa, njëri, na dikush që i ka 5 djele, 7 djele, dikush ndoshta me 2-3 gradë që apo dijet janë në botën islame, ndoshta i ka 5-16. Dikush mund të thonë, po pse? Sepse numri i femna është shumë më i madh se sa i burrave. Tani çdo herë, në çdo kund në botë, ku shpërthejnë luftra, mashkujt vrahen. Si pjesë dërmuese, femrat jesin. A ma mirë është me konë nër qadër kur bie shi, a me konë jashta? Ja nër qadër ma mirë. Edhe femrat, ma mirë është me konë për murujt për i gjunaheve. Për mos me konë shembull për bëjë se këraj limoni i shtrëth, që një herë thret, po tani ta mshej shkelëm edhe thët, hajtë mëre për ti kurvja lavire i. E për me konë grue, e mu ditë e kujt je, e mi pas ushqimin, mi pas veshmbathjen, e mi pas shtëpin, ma mirë është më shku mu martu me një njëri që shembull për bëj, dënë mi marr i ka kushtet, i ka që zoti Berishet, i ka që zoti kushte, mi marr, do më thonë, e merr dytën, e merr tretën, e merr të katërtën. Mund ndodh që më të parën s'ka fëmijë, sepse Zoti në Kur'an thot 4 falësh. Dikujt e dhon vetëm djem, dikujt e dhon vetëm qika, dikujt si dhon hiç as djel as qika. E thash ka plot për shembull tek neje që se ka provu kur në jetën e vet me tjetër kanë. Çi kjo s'po fal Zoti fëmijë dhe pik. Po pse më vëlla për shembull pilen atë shtëpi, pilen atë pasuni. E s'pi provon shembull pi bëj mi marr dytën. Po që ndodhe edhe dyta shembull pi bëj smurët, një fëmijë me ato edhe smurët të ranë. Operacion do të mi hek mitën krejt. Po pse unë s'mi marr tretën? Po jo ta shembull pi bëj të bëhet aty në pa drejtë, ti shka ne, ti shka këne. Jo. Ajo para dohet jetë çka? Fjalën kryesore ajo mi pas. Mi nëru ata, mi respektu ata, këto që kanë ardhur ma vonë. E në fenë islame, ata që mësohen mi nëru Rabbul Aleminin, Zotin Gjeleshanu, me pejgamberin alayhi salatu vesselam, guh kanë pak. Edhe vallahi i thot ndoshta, zonja Fatima, zonja tjetër. E kështu që, do më thonë, këto tekbire janë vajxhib për të gjithë neve, muslimant, edhe në venet e shajta, këtyre ditëve që janë bajramit, nuk ka tjetër fjalë rrugëve, as qabës, as tjera vene, për shembull venet e shajta, për pas se këtyre fjalëve, për pas se këtyre tekbireve, nuk ka tjetër. Hoxhin Drum, a ka mundësi për fund një këshill për opinionin e gjerë që na përcjellën? Ti kthehëm Zotit, ta praktikojnë fejen. Wallahi, ata që e praktikojnë fejen, i janë komtar të mirë, e janë besnika. E wallahi që ata që janë komtar të mirë, gjithmonë e kanë mbrojt sovranitetin e shtetit ton, e të venit ton. Wallahi pa fe, pasha Zotin, nuk ka as liri, as harmoni, po kemi e dasht ata që është tjetër fare, kur nëse bëhesh diçka tjetër. E kështu që po vuajmë dhe po shkatërrohet ky popull për të vetmin shkak që i jem larg mësimeve të Zotit Gjeleshanu. Më vije shumë keq për çdo ditë ndëgjojmë vetvrasje. Pse? Pra mos praktikimi i fesë pesh shkakton dome të jashtëzakonshme kombit ton edhe shtetit ton. Pse? Allahu Gjeleshanu ka krijuar njeriun prej 2 komponenteve, prej truporës fizikës dhe prej shpirtërorës. Truporja fizikja do në ushqim, po edhe shpirti ka ushqimin e vet. E cili është ushqimi i shpirtit?
Vallahi, ushqimi i shpirtit është namazi. Ushqimi i shpirtit është agjërimi. Ushqimi i shpirtit është dhekri. Ushqimi i shpirtit është ibadetet që Zoti xhaleshanehu xhaleshanehu na ka urdhëruar. E tash, shumë të reja, duke mos e praktikuar fen, shpirtin po e lën të rritur. Kur është shpirti i rritur, ka krizë psiqike. Edhe problemi më i vogël në jetë për i bëhet e gjel. Pse? Mlavala e fejura. Apo mlavala i fejumi. Po nëse të kalon ajo, as ka tjera femra? As ka tjera moshkoja? Po nashta edhe u kon hajrë që të kalon, se Zoti e din ata që ne nuk e dim. E njeri duhet gjithmonë shpresat me i virë tek Allahu xhaleshanehu xhaleshanehu, edhe me i falë 2 recate, me unë, o Zot, në koft hajrë që ke punë, bane, po më s'koft hajrë, ja Rabbi ti di ma mirë për mua se sa që dijone. Mos praktikimi i fesë, po banë kësa pirja alkoholit pa kufe, praktikimi apo marrja drogës, s'ka gati ditë, edhe vetë aksidente, edhe tjera, lu me telefon, po më ndodhë që është në ndikim të alkoholit. Wallahi, ata që falen, ja që me honë u dalë për i gjamije, se ka mytë vetën. Edhe asë një nuk e kemi shambull për i bëjt vetëmin, me thonë, i vetëmi që u falë, shambull për i bëjt që dorë, në kryet vetë, apo në trup vetë. Po ata që nuk e praktikojnë fenë, le që pishkatro vetën për të 2 jetrat, edhe për këtë botë edhe në botën tjetër s'ka ku më shku, sepse gjinohi ma kapital është mirë me mytë vetën. Po pishkatrat nëndë të mirë, po pishkatrat vau, po atë familje, po pishqit edhe hijet keqe. E kështu që jo apeloj, vllazëve tonë, inshallah Zoti xhaleshanehu, gjitha ibadetet që i kanë bo, ja u pranoft. Agjërimi i ditës së nesme, megjithëse ata nuk kanë mundësimi po, nuk ka dyshim që dita e Arafatit i shlyen gjunahet e vitit kaluar, por dhe vitit tjetër ka humbë pejgamberi alayhis salam që vjen. Çfarë vlere, çfarë fadileti, shumë i madh. Na ka mundsuar Zoti xhaleshanehu me pak që bojmë, me fitu shumë. Allah nderoft. E kështu që ju falenderoj dhe ju shumë që më keni përzgjedhë. Allah i trujtet në rroft, ja Allah. Se të smarrën. Allah nderoft. Zoti trujt. Falenderoj. Unë të falenderoj për kohën e çmueshme që keni dhe po ndani me neve. Do ta përmbyllim së bashku të dashur miq këtu afër hoxhës së dashur Mullah Jaha që shnifet në Prishtinë, Jahir Efendi Beqiri. Morëm këshilla sa përket festës, po dhe jetës në përgjithësi deri në emisionin e radhës. Mirëmbëjtje. Selam aleikum.